Në kuadër të ditës botërore të librit, Biblioteka Publike Gjergj Fishte në Lezhë mirëprit 3 autorë të njohur të poezisë dhe romanit, Namik Dokle, Milena Selimi dhe Lulzim Tafa, në një aktivitet letrar të fokusuar tek librin dhe leximi. Takimi u zhvillua në formën një bashkëbisedimi të hapur me lexuesit, duke krijuar një format komunikimi që synon njohjen nga afër të autorëve dhe veprës së tyre. Për vetë autorët, letërsia mbetet një pasion që rrallë materializohet në përfitim ekonomik, por që sjell një pasuri të madhe shpirtërore dhe ndikon në formimin e shoqërisë. Unë jam poet që merrem edhe me punë të tjera. Po ti ishte letërsia jo në mëve. Kështë po të shkrytore të letërsive të kondëve të buke, sepse kemi pamundur të jetojnë për i letërsisë. Unë më bëjë punën edhe të mësëndën, se të bëjë punën, kam qenë edhe rektor për të mandate, më bëjë punën edhe të ndërmarësi. Mirë po unë jam një poet që merrem edhe me punë të tjera. Kjo është një thënësie e madhe për mua, sepse realisht jo të që jam këthyre të shumisë të parë të shkruarit, por kam plotësuar disa nga ato ëndrat që kisha e kështu me radhë. Kur mendoj për letërsinë edhe nëpërmjet librave që kam përkthyer autorëve që kam takuar, është pak a shumë si diçka që thua përse ndërrojmë, nëse mund t'i bësh një pyetje vetes. Në fakt nuk bëhet kjo pyetje. Njeriu thjesht ndërron ose në ëndrat e tij ose në ëndrat që kërkon të bëjë realitet. Kryebashkiaku Pierre Indreu theksoi se Lezhë është një qytet që vjen të kultivojë traditën letrare duke nxjerrë poetë dhe autorë të rinj, ndërsa mbështetja institucionale për aktivitete të tilla mbetet e vazhdueshme. Bashkia Lezhë ndihet jashtëzakonisht komod edhe me konkurset të atë caktumit dhe të Gjergj Fishtes, të cilët janë pika reference ku në fakt jo vetëm zhvillohen dy konkurse, po bëhen si në formën një festivali ku ftohen të marrin pjesë të gjithë dhe të respektojnë jo vetëm dy figura që kanë peshë të jashtëzakonshme në letërsinë shqipe, po edhe vetë Lezhën jo vetëm si një trevë historike, por një trevë jashtëzakonshme kulturore. Aktivitetet e tilla synojnë të afrojnë lexuesin me librin dhe autorin, duke e kthyer bibliotekën në një hapësirë të gjallë kulturore dhe një pikë takimi për dashamirësit e letërsisë.